Kjo drejtësia e re është bërë shumë herë më shumë burokratike edhe tek arsyetimet e vendimit. Nëse më përpara neve kemi pasur një arsyetim vendimi të thjeshtë, por ligjor, po them që nuk ishte ligjor, 5, 6, 7 faqe, pra thelbi i gjës, sot ti dhe për një zgjidhje martese ke 30 faqe arsyetim. Po ku e gjejnë kohën të shkruajnë? Ku e gjejnë kohën të shkruajnë duke pasur kaq gjyqe? Hajde merra vesh tani. Iku këtu tani për ta thënë këtu. Tani këtu të mora shembullin e një gjyqtari të cilin është profesionist. Ka një turm. Se duhet parë dhe ana tjetër e medalis. Ka një turm të madhe gjyqtarësh të rinj dhe të vjetër që kanë ngelur në sistem, të cilët janë si kontrapedal, sepse duhet parë si një anë e medalis, por duhet parë dhe ana tjetër më. Se ka ca gjyqtarë në gjykatën administrative o miku im të Tiranës që ta plasin buzën, kanë 2 vjet, 3 vjet me një çështje gjyqësore. Që ti shkruan letra për cektim datë gjyqi edhe nuk të kthejnë kurkush përgjigje. Lere prasaj në prokurori. A e diti që në kodin e procedurës penale, Andi, kur prokuroria nis një çështje gjyqësore, po ka dalë nga njëri kran ka në tjetër, po në të gjitha interesin e vet flasin për sistemi gjyqësor, kur në kodin e procedurës penale ti çdo 2 muaj, unë si avokat dhe zhlima aty po ashtu, ka të drejtën që ti kërkoj prokurorit të çështjes, le të themi memo, se çfarë ka ndodhur me hetimin e dosjes në fjalë gjatë kësaj periudhe kohore, 2 mujore. Unë duhet vijem si avokat mbrojtës, duhet të vijem në dieni të procedurës hetimore që ka bërë organi i akuzës. Po, çfarë fazë është? Po. Në çfarë faze, çfarë ka bërë, çfarë është bërë. As edhe një herë. Fare. Por për një herë të vetme. Unë nuk mbaj mend që i kam bërë me qindra shkresa çdo lloj prokurori, nuk më mend një herë mo, të ta kisha vendosur në korniz një shkresë përcjellse të një prokurori që të më kthej përgjigje të më thotë, shiko, gjatë këtyre 2 muajve është bërë kjo. Dhe unë vazhdoj e di pse e bëj këtë. 1, sepse pastaj e kam marrë për të mbrojtur në gjykat, se unë e përdor atë gjë. Po. E dyta, sepse unë për nga natyra se si janë bërë, po dhe zhlima, besoj, domethënë, të paktën unë themi atyre, mos na merrni për budallëim, mos kujtoni se ne nuk e njohim gjën. E qartë. Nar do rikthehem sërish se kjo që that domethënë që prokurorë, domethënë që jetojnë, që ti domethënë si palë mbrojtësi atij klientit mos ta dish se në çfarë faze është hetimi, kjo është domethënë edhe më llatarshme. Edhe un kam një rast, po ta them kështu, në prokurorinë e Lezhës. Po. Edhe kam këtu 3 vite që i çoj letër çdo 6 muaj, qëllimisht se un ja kam lënë pak dhe një afat për shkak se është hetim edhe nuk është me masë siguri këto. Dhe e njëjta përgjigje është, pra copy paste, ne po vazhdojmë me hetimet, po bëjmë këtë, po bëjmë atë. Pak në marr ka një përgjigje nard. Po un po marr një përgjigje. Apo e di çfarë bëj? Pritani kush është sekreti. Se unë çdo 3 muaj i çoj një letër, po pastaj pas 6 muaj i çoj letrën që çova para 3 muajsh, ja bashkëngjit dhe i them jeni detyruar të më përgjigjeni. E kupton çfarë tani? Prandaj them që kështu e bëj unë stilin, e kupton? I çoj një kështu fillimisht, pastaj ja marr atë, ja fotokopjoj, çoj tjetrën bashkangjitur. Po fshihet abuzimi në prokurori dhe gjykatat e rrethave. Në faktet nuk e shikon, këta janë tronditsa. Lër pyetje. Kjo është reforma në drejtësi. Po fshihet abuzimi në rrethe në prokurori dhe gjykata, mbas këtij suksesi të paktën të shfaqur të Spakun, po ta quaj sukses, në kuptimin Kush Spak? Reforma drejtësi, kjo se ka Spaku the apo Spak? Spaku. Ah, Spak, okay. Jo Spaku. Domethënë apo mbulohet, po fshihet abuzimi në rrethe, sa abuzim ka në prokuroritë e rrethave, gjykatat e rrethave. Një qytetar i cili nuk ka lidhje me gjyqësorin apo prokurorin, nuk mund të kuptoj çfarë i themin në këto momente. Duhet përplasesh që të kuptosh realitetin. Duke na dëgjuar, thotë ju e thoni qëllimisht sepse njëri ka një interes, tjetri me radhë me interesat e tjera. Kjo është interesante, shpjegoj. Por e vërteta është që Spaku u bë si ajo lajmi i fundit. Po, është në fakt lajmi i fundit, çdo ndodhi. Që çdo aksion duhet reklamohet sa më shumë sepse qytetarët duhet të kënaqen me lajmin e fundit, pra që është klikimi i fundit. Kjo është mënyra se si sot përfaqësohet lajmi dhe se si përfaqësohet drejtësia reale që qytetarët në rreth pikërisht me Spakun pra, apo bën lajmi i fundit që ju thoni që Spaku lajmi i fundit, këtë s'marrin vesh gjë. Lajmi i fundit është dhënë edhe nga vetë ndërkombëtarët që thonë që ka shumë dosje të pashqyrtuara. Lajmi i fundit ishte që zoti Sadushi çdo vit del me një raport dhe thotë gjykata e lartë ka bërë kaq mospranim me rekursi.
Ky është lajmi i fundit i dështimit të dosjeve në gjykatat e zakonshme. Pastaj, a erdhi Spaku për të justifikuar këtë dështim? Po. Dhe Spaku pikrisht është vendosur si lajmi i fundit për të hequr vëmendjen të gjithë qytetarët që reforma në drejtësi ishte vetëm për Spakun dhe jo për të tjerët. Në këto kushte jemi. Po, këto kushte jemi. Pse? Sepse sot keni parë ju zotin Rama të thotë dështuam me reformën në drejtësi nga të gjitha hallkat? Jo. Vetëm kur drejtësia e tij nëpërmjet Spakut shkon edhe troket tek dera e zotit Rama. Atëherë zoti Rama flet, por në asnjë moment zoti Rama nuk ka thënë që drejtësia që unë e reformova, se ne ja themi sa je pas ka reformuar, kupton? Jo 140 deputet, s'është krenaria e Partisë Socialiste të zotit Rama. Përderisa është drejtësia jote, derisa është Spaku jot, atëherë po drejtësia jote ka kaq shumë goditje brenda vetes sepse ka kaq shumë dosje që nuk japin rrugëzitje të qytetarëve shqiptar. Është shumë e thjeshtë. Po, një sekond, të rri pak te kjo që bëre, domethënë për t'i dhënë një sens. Më falësh një sekond lutem. Po, vazhdo. Po. Okej. Po. Duhet ta vazhdoj atë që sapo tha sepse nuk dua që na shkasin pastaj nga pjesa e bisedës. Dëgjoj. E vëhu të re domethënë që Edi Rama mori një iniciativë kinse dhe do të arrijë deri në fund. Binduni për këtë histori, mos keni domethënë dyshime, pikpyetje. Duke futur në lojë Sokol Sadushin për të bërë unifikimin e vendimit të unifikues për masat e sigurimit personal. Po, mbi bazën e rrezikshmërisë. Atë që thash, po. Tani, okay, unë dhe Zhlima, duke qenë mund të jemi subjektiv sepse jemi avokat dhe në fund ditës ne duam që klientët tanë mos rinë burgore. Ne këtu jemi. Po flasim për këtë histori. E marrin të mirë domethënë që kjo lloj qasje e kryeministrit e gjykatës lart ka bon sens. Nuk po merrem as me idenë domethënë që por pse ndodhi tani më vëlla, sepse ne kemi 10 vjet që na do rryli fyti duke thënë që o zotri nuk mund ta futësh Robin Burg sepse ka bërë një garth. Nuk mund ta futësh për Robin Burg se s'ka paguar dritat. Dhe në ardhmënia e tij në një dalje të fundit në një konferencë për shtyp thoshte, unë s'kam thënë, ma gjini një herë të vetme, kur kam thënë unë burg për ata që s'paguajnë drita. Ai vazhdimisht e ka thënë. Jo që ka thënë, po e ka marrë në telefon atë dreqin gjyqtarën e Kuksit dhe i ka thënë, pse e xore këtë 73 vjeçarin ti nga burgu ku ai s'kishte paguar drita. Ky i paturp. Po pse bën tani për shembull, ç'a ndodhi Nard? Sepse halli është Belinda Balluku. Po? Halli është Erion Veliaj dhe këtu bindu për një sekond. Erion Veliaj në qoftë me 99.99% dhe këtë datë shuaj lan, datë mos e shuaj lan, nuk është po shpik rrokën. Në qershor del nga paraburgimi. Del nga paraburgimi në qershor. Po, më dëgjoj me kujdes, ndoshta edhe më përpara, për dy arsye. E para njëherë që lidhet me vendimin unifikues, sepse vendimi unifikues që do dalin nga gjykata e lartë do t'i japin të drejtë gjithkujt që është në një mas sigurimi personal sot atje në burg të ketë mundësinë domethënë për të kërkuar zëvendësimin e mas sigurimit me një mas tjetër më të ulët, që është arrest shtëpie ose detyrim paraqitje. Okej? E dyta, që është ajo kjo mund të duket qesharake, por këtu asnjë gjë nuk bëhet më kot, pra rastësore, lidhet me zonjën Ajola Xoca, e cila është në pritje të ëmbël dhe e din gjithë. Është dhe diku nga fundi majit qershor, ajo sill një jetë më duket se ka binjak fëmijët, dhe kjo sado qesharake që mund të duket, kemi për ta parë që kështu do jetë një shkak që Erion Veliaj si babai atyre fëmijëve të shkojnë në gjykatë të kërkojnë një mas sigurimi më të ulët për të ndihmuar bashkëshorten e tij me fëmijët e vegjël, sepse këta s'kan as mundësi. Kjo dyta është anë natyrore e gjës, ndërsa e para është iniciativë ligjore politike. Ajo e para është para mo që e marr mend dhe një lajm, po unë kam edhe një klient që te e dyta ne do shtojmë se s'kemi mundësi. Te e para s'kemi fëmijë. Më dëgjoj. Ke dy raste, Lulzim Berisha dhe Sajmir Tarifi. Po le merrem me Lul Berishën, po. Sajmir Tarifi për çfarë doli nga burgu? Doli nga burgu
Po që unë të ndihmonte gruan e vet, sepse nuk arrinte do të bënte punë të shtëpisë, po e bëjmë banale historinë. po klienti im nuk ka, zoti Meta nuk ka grua. Tani kupton, ti mos çfarë fol do se t'ja ti gjej? nuk e ke drejtë fjalës. Ka Duro ta mbyll. presidenti këtu është në hall për lutem. këtë pjesë. Të lutem ta mbyll, më falësh se e zgjata. Më falësh se e zgjata. Pra, e kuptove se për çfarë po flas, domethënë ky do këtë. Në ndërkohë, ajo që do duhet të bënte kjo qeveri, në qoftë se realisht kishte sens, bon sens për qytetarin. Do duhet të rrinte pa vjedhur 1 kilometër rrugë. 1 kilometër rrugë me standardet e kësaj qeverie, po flas gjithmonë, 1 kilometër rrugë me standardet e kësaj qeverie është 25 milion euro. Kaq duhen Andi, kaq duhet 25 milion euro për të ulur stokun e dosjeve në të gjitha gjykatat e Republikës së Shqipërisë. Dhe do ta them si në dy fjalim. Do mjaftonte sot se ti nuk bën dot gjyqtar dhe prokuror me zor, po sidomos gjyqtar, ti bësh me vrap. Nuk i bën dot sepse ka procedurë gjithë historia. Por ama ti ke një trup të madhe juristësh dhe avokatësh, aq sa neve deri para pak kohësh e thoshim dhe me kështu me sarkazëm e ironi. Qa punë bën ti kamarje, po mirë, juridikun pas ka mbaruar edhe ti, e ke parasysh? E vërtet, po. Kishte të gjithë ishin jurist, po punonin kamarje. Pra ti ke një trup të madhe njerëzish, të cilët mund t'i marrësh këshilltar ligjor. Dhe për të mos i hyrë këta njerëz, domethënë që të kenë edhe ambicie të mëdha, po e patën aq më mirë, po e themin mos, ne bën me kontratë pune 2 vjeçare, 1 vjeçare, 2 vjeçare, u jep një rrogë dinjitoze, 2.5 milion lek në muaj, dhe unë të siguroj që këta 500 këshilltar ligjor që i vite nga mbas gjyqtarit për të hapur dosjen, për ta përgatitur, për ta arsyetuar, për ta rregulluar, do bënte të mundur që të binte në mënyrë drastike ajo, le themi, stoku i dosjeve. Dhe kjo do duheshe për 2 vite, 3 vite, jo më shumë. Dhe kosto e këtyre, me llogari, jo kështu kot, nuk shkon më shumë se 25 milion euro në vit. Pra ti mendon që shteti shqiptar 25 milion euro i ka problem, domethënë për të ulur, për të çuar drejtësi në normat e Bashkimit Evropian? Jo, nuk e ka problem, po fjala jote në vesh qeverisë. Në normat e Maqedonisë Veriut të burr. Fjala jote në vesh të qeverisë Nard. Shkurtimisht, pyetje fundit për të kaluar te çështja tjetër. Kolegu ti them që zotit Meta, ne nuk kemi grua, në kuptimin që ai është i divorcuar. Fëmijë nuk kemi se si të lindim. Si liron Meta. E liron Meta me këtë sa dushit. Dhe është me manualin. E liron me këtë të sa dushit me vendimin që për shkak të rrezikshmërisë personit. Nuk e di, unë them vërtetën. Mund të ndikojnë apo? Unë nuk marr lajmin e fundit të kolegut, unë uroj që të jetë kështu si thot kolegu, se do thot drejtësia që ka me regji, por e vërteta është që zoti Sadushi duhet ishte zgjuar më përpara kur Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit ka dalë mbi masat e sigurisë për disa individë dhe ka thënë që masat janë ekstreme. Ne të marrim rastin e fundit zotit të Gëllçi që ishte një ndër goditjet më të mëdha sepse ishte pikërisht kjo godina këtu që u godit nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit, por ajo çfarë bëri zoti Sadushi për mendimin tim ishte zgjatimi i grupit parlamentar socialist, pse sapo zoti Rama doli foli, zoti Sadushi aplikoi nenin respektiv të kodit të procedurës penale, duke këftuar kolegjin e bashkuar që të bëjë një rishikim të vendimarrës së 2011-s. Unë uroj që drejtësia të jetë e pavarur, por duke qenë në këto fakte që ne, sapo ju citova, ne si qytetari shikojmë vazhdimisht, nuk besoj se është një drejtësi e pavarur dhe bie dakord pjesërisht me kolegun që mund të jemi të ky skenari i famshëm që zoti Veliaj të përfitoj, por se pikërisht jemi jo të drejtësia e pavarur e paanshme, jemi të drejtësia e cila në fund fare përfiton ai i cili ka akoma pushtetin dhe pikërisht sot pushtetin e ka Partia Socialiste, zoti Rama, dhe sot gjyqësori jon është në varësi të partisë në pushtet. Jemi pikë të hallit? Me drejtësinë në raport me qytetarët? Ne kemi qenë gjithmonë në pikë të hallit sepse drejtësia në Republikën e Shqipërisë është ndërtuar mbi perceptimin publik dhe jo mbi faktet dhe provat, sepse në fund fare gjykata duhet të gjykojë mbi provat dhe jo mbi perceptimin publik. Në rast se ne marrim në referencë rastet e arrestimit në burg ose më mirë të masave të sigurisë, gjykatësit bëjnë noterin e prokurorit, pra janë kthyer dhe konvertuar si
do thoja gjyqësor notarial ose noter gjykatës, duke marrë gjithmonë afërmendësh kërkesën e prokurorisë dhe duke e normuar dhe duke vendosur në vendime gjyqësore të parsyetuara në kurrizë dhe në dëm të buxhetit të shtetit, sepse një paraburgosur sot mbahet me kostot dhe buxhetin e shtetit. As prokuroria, as gjykatat nuk kanë mbrojtur në një farë mënyre interesin publik që është dhe buxheti i shtetit shqiptar. Okej, faleminderit Zhlima. Okej, duhet të ndalemi në një tjetër moment. Do flasim për takimin që ka bërë ambasada amerikane gjatë javëve të fundit dhe ka disa arsye kryesore. Kalojmë me siglën dhe rikthehemi për diskutim. Pra, çfarë ka ndodhur? Kemi njoftimin zyrtar të ambasadës amerikane që thotë gjatë javëve të fundit e ngarkuara me punë Nancy Van Horn zhvilloi takime me ministrat e emëruar së fundmi në detyra të reja, zëvendës kryeministrin Albana Koçiu, ministrin e mbrojtjes Ermal Nufi, ministrin për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, ministrin e energjisë dhe infrastrukturës Enea Karakaçi, ministrin e drejtësisë Toni Gogu, ministrin e brendshëm Besfort Lamallari, si dhe ministrin për marrëdhëniet me parlamentin Eriona Ismaili. Zonja Van Horn ritheksoi përkushtimin e ambasadës së Shtetit të Bashkuar në zbatimin e agjendës së shtëpisë së bardhë të Trump, eliminimin e plotë të karteleve të krimit organizuar, bindjen e aleatëve të NATO-s për të respektuar angazhimin e tyre të Hagës për shpenzime në fushën e mbrojtjes dhe marrëveshje të drejta për kompanitë amerikane, të cilat bëjnë biznes në Shqipëri. Ne vazhdojmë të punojmë me partnerë të gjitha ministritë dhe institucionet që ndajnë pra angazhimin tonë për dhënien rezultateve si për amerikanët, ashtu edhe për shqiptarët. Dy janë momentet ku duhet të ndalem: zhdukja e karteleve, e krimit organizuar dhe marrëdhëniet, pra që thot për marrëveshje të drejta për kompanitë amerikane të cilat bëjnë biznes në Shqipëri. Në ardh, ta nisim së bashku. Ta nisim nga kjo e fundit. Çdo të thot ambasada amerikane se ka reagoj dhoma amerikane tregtisë 2 herë në rastin e Akshit, kalo plan 2, lutem, me rastin e Akshit dhe me rastin e portit të Porto Romanos. Tani çfarë është kjo deklaratë? Tani, që është kjo deklaratë? Është një lloj imponimi, por me diplomaci. Atëherë, për të mos u dukur si një lloj anti-amerikani, se këtu të vendosë të veshin gjithçka sapo ti mendon domethënë se bën një lloj kritike. Amerika në vetërsinë e vet as dje, as sot, as pardje, as kur, po të doni juve, edhe as kërkund, nuk është quajtur si një vend që eksportues apo importues i demokracisë. Nuk është se amerikanët tu në Shqipëri kanë ardhur dhe u ka djeg barku që a ka demokraci në Shqipëri apo jo. Politika amerikane në vijshmëri ka qenë politik interesi. Tani, në momenti kur interesi i tyre ka përkuar dhe me interesin ton, kjo është pastaj fatlumësia më e madhe e jona. Po përtej kësaja, mos mendoni domethënë që në shtëpinë e bardhë po mendojnë se si ta bëjmë Shqipërinë, të importojmë atje dhe të bëjmë ç'është e mundur që atje të gëlojë demokracia. Jo, më jo, s'ndodh kjo. Nuk duan t'ia dim fare, se po të ishte kështu Edi Rama nuk do ishte sot kryeministër. Në njëri janë, dhe nga ana tjetër Sali Berisha nuk do ishte kryetari i opozitës. Po nuk janë dy momente të mira. Me vakt ta dy njerëz. Domethënë çorronjosja e karteleve, grupeve kriminale dhe favorizimi i kompanive amerikane, nuk janë në favorin ton këto? Nuk e besoj atë si histori. Unë kam gjuar shumë personazhe që vinë aty te ajo studio jote dhe fillojnë jo kartele, jo këtë, pa le këto historia me kaubojsa, nuk merren fare. Aty lajmi është një dhe vetëm një. Si është e mundur që në Republikën e Shqipërisë gjatë gjithë mbretërimit të natmadhnisë të tij zotit Edvin Kristaq Rama nuk ka as një kompani amerikane që të ketë investuar ose të jetë futur në treg përveç se asaj atyre 2 tigrave që solli Yuri Kim në gjirin e Vlorës që akoma s'punojnë, nuk janë vënë në lëvizje. Po ja, pra këtë po kërkojnë amerikanët. Pra ky është atëre, të qëndrojnë pikërisht te kjo. Te Kakshi, dhoma amerikane tregtisë tha që kemi parë procedura të padrejta kur janë përjashtuar kompanitë amerikane. Edhe në portin e Porto Romanos. E kupton? Po tani çfarë ka ndodhur pra? Çfarë ka ndodhur? Pse i kemi përzënë këta? Më të mëdhenj, aleatët më të mëdhenj. Thjesht Amerika tani ka zhvesh heqo kostumin e diplomatit dhe po vjen dhe po ja kërkon direkt ato për të cilën ka interes në Republikën e Shqipërisë.
Ashtu si ku ndodhi për shembull me ambasadorën grek e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Greqi, e cila pati një vizitë të beth përpara 2 javësh. Gojet e Liga, se unë nuk e di, thonë domethënë që ka të bëjë me një investim rreth $1 miliard që mund të bëhet në zonën e Korçës. Pra, këta nuk është se vinë këtu se u djeg malli për Shqipërinë dhe për shqiptarët dhe për demokracinë, mo. Vinë sepse kanë interesa